Sheshi qendror i Laçit u mbush me ngjyra, aroma dhe tinguj përmes panairit, traditë, mikpritje e kulinari, një festë që solli bashkë të rinj të moshuar, duke u kthyer në një moment të veçantë për qytetin. Në stendat e shumta u prezantuan gatime tradicionale dhe produkte të zonës, të cilat tashmë njihen edhe në tregun evropian, ndërsa gatimet e vjetra të gjyshes u kthyen në shije të reja për brezin e ri. Panairi nuk ishte thjesht një ekspozim produktesh, por një urë që lidh të kaluarën me të ardhmen, duke ruajtur kujtesën kolektive dhe duke shndërruar atë në mundësi për zhvillimin turistik. Kemi sjell disa nga produktet tona që përgjithsisht ne eksportojmë jashtë. Kemi lulen e lavandës, kemi çajin e malit të veriut, kemi lulen e balsamit, kemi trumzën, biri, kemi boronicën, çajin e malit të jugut. Kemi dhe disa produkte të tjera për demonstrim. Ne, në fakt, nuk dim vlerën me sa kam parë, nuk dim vlerën shumë në Shqipëri, sepse gjitha këto produkte janë produkte shqiptare të mbledhura nga vende të ndryshme të Shqipërisë. Nga tradita nuk largohem. E bëjmë siç e kanë bërë partë mi, sot e 200 vjet e 300 vjet djathtë. Kemi vaj ulliri dhe ulli nga të gjitha, ullit parë që kanë qenë dikur. Njerëzit vinë, shikojnë, pyesin. Ju pëlqen djathi sepse po të jetë djathi i mirë, bio nuk diskutohet, që del diçka bio. Sot kemi sjell një pjesë të vogël të atyre që kemi kultivuar. Jam prodhues i parë i farave autoktone në gjithë vendin. Një pjesë e mirë e tyre janë marrë nga banka gjenetike. Fatmirësisht kemi një bankë shumë të pasur me kultivar autokton që ruhen në një bankë të tillë. Shikoj që ka një përshtatshmëri të fermerëve për t'i kultivuar dhe për t'i shitur. Qëllimi i këtij aktiviteti organizuar nga Bashkia Kurbin ishte jo vetëm prezantimi i trashëgimisë së pasur kulturore dhe kulinare të zonës, por edhe promovimi i saj përmes hartimit të itinerarit turistik, si dhe dokumentimit të recetave tradicionale në një libër unik.